prokuror, por nuk është në drejtuesin e këtij sektori. Është drejtuesi i prokurorisë posaçme, i cili çmon se me cildo persona do bashkëpunojë apo jo. Do të thotë kjo është një procedurë edhe në prokuroritë e tjera, do të thotë mund ndodh zëvendësimi i shefave të sektorëve, siç quhet, ose zëvendës drejtuesit. Nuk shoh në diçka. Drejtuesi e përcakton vetë se cili do ketë persona që do komunikojë. Se në thelb është një marrëdhënie komunikimi midis drejtuesit dhe prokurorëve të caktuar. Nuk shoh në një problem në diçka. Nuk shoh në një shkelje procedura në një gjë. Nuk ka në një kodi procedurës penale, çështja që ka Ben Kraja do zbatoj ligjin, edhe çështja që ka Dumani do zbatoj ligjin, sepse edhe prokurorët me ndryshimet e fundit, në të cilët është bërë dhe mas vitit 2017, janë të pavarur, zbatojnë kushtetutën dhe ligjet, kështu që dhe vendimarrja është personale. Tash mënyra administrative si funksionon i takon titullarit. Fakt, zoti Karanca, nëse qëndrojmë brenda drejtësisë, duket që tashmë është një situatë e tensionuar sa në përballjet politik drejtësi, sa në përplasjet që ato kanë, por edhe një raport të Bashkimit Evropian që e ka nxjerr për drejtësinë që e specifikojnë që drejtësia është në përmirësim. Do doja të kisha një përshtypje nga ju apo një opinion nga ju, duke qenë se jeni dhe ekspert i kësaj fushë, por duke qenë se e keni njohur dhe sistemin nga brenda. Është e vërtetë që raporti në një pikë thot, pavarësisht përmirësimit të gjyqësorit në përgjithësi. Pra është një tempo kap njëre. Tani neve duhet ne jemi në demokraci. Ne vim nga diktatura. Në kohë të partisë punës, gjithmonë flitesh që është rrit rendimenti, është rrit numri lopëve, është rrit numri dhenve, jemi mirë, ka rendiment të lartë grurit, ndërkohë që populli s'kishte të hante bukë. Pra neve duhet themi të vërtetën. Edhe sot sistemi gjyqësor nuk është rregulluar në përgjithësi, por është shkatruar në përgjithësi. Pse? Dalim dhe e analizojmë, sepse ne s'mund të bëjmë një akuzë pa prova. Reforma në drejtësi ka pasur 5 pika të cilët synonte t'i arrinte. Dhe një nga pikat e reformës në drejtësi është te zgjatja te afatit të arsyeshëm një gjykimi. Çfarë nën kupton kjo, sepse kjo është një temë teknik, po dhe për teleshikuesit? Për teleshikuesit duhet kemi parasysh. Të drejtat e qytetarit janë përcaktuar në kodin civil dhe në kodet tjera, pra është e drejta e pronës, e drejta e familjes, janë dhe shumë të drejta. Kur ka konflikt për këtë drejt, qytetari i drejtohet gjykatës. Dhe gjykata pretendohet për në një afati të arsyeshëm, pra shumë shpejt, të mbaroj për shembull më përpara për 3 vjet, mbaroshe gjithë si filtrin e brendshëm gjyqësor. Pra shkojnë në gjykat, e zgjidhet shkalla parë, e çojnë në apel, mbaronte apeli, zbardhe vendimi, shkohet në gjykat lart, kushtetuesa dhe shkohet. Sot ne konstatojmë që sistemi gjyqësor ka dalë jashtë loje. Shkuptojmë jashtë loje. Qytetari nuk ka më akses në drejtësi sepse nuk mund të realizojë të drejtën e tij të cënuar nëpërmjet gjykatës. Pra gjykata nuk funksionon. I referoj dhe kryeministri i Shqipërisë ka pasur një gjyq vet personal dhe tha gjyqi në shkallë të parë më ka shkuar 7 vjet, pra ngjarje 2018. Po ishte një proces i fundit. Po, pra 7 vjet në shkallë të parë dhe 7 vjet, 8 vjet në apel, sa i bi 15 vjet. 15 vite. 3 vjet zbardhje vendimit, 18 vjet, 3 vjet urdhë ekzekutimit dhe i bi që personi por më shumë se 2 dekada të realizojë drejtësinë. A quhet mirë kjo? Pra kur një person nuk ka akses drejtësia, a mund të quhet mirë kjo? Pra vetëm një person që nuk shikon, ose një person që ndoshta ka prirje nga koha e diktaturës që i duket mirë kjo punë, që do të thotë që situata është mirë, vetëm mirë nuk është. Tash neve duhet raporti ka dhe pika që ka problematika shumë mirë, po ka anashkaluar në mënyrë direkte problemet thelbësore që i dhem popullit shqiptar. Një qytetar shqiptar sot do t'i deroj, duhet të ketë akses në drejtësi. Dhe me akses në drejtësi ka ndodhur dhe diçka tjetër. Kemi shkrijen e disa gjykatave, për shembull gjykata e Krujës duhet vinë në Tiranë të marrin drejtësinë, apo të vinë nga Kruja në Tiranë. Ky centralizim është i mirë apo është i dëmshëm? Ky nuk është centralizim, por kemi një ndarje të re territoriale. Është i dëmshëm sepse ti, një qytetar i thjesht, një fukara, nuk mund shkojë nga Kruja të vim në Tiranë të bëj padi, ose një qytetar i Lushnjës shkon Fier, ose një qytetar nga Pogradeci shkon në Korçë. Pra kjo ka sjell një humbjen e aksesit, njerëzit mirë që kanë aksesin drejtësi, por s'ka dhe më drejtësi sepse nuk mbaron afati. Drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Nuk ka vlerë një gjyq mas 20 vjetësh. Pra dhe vetë kryeministri tha, ore,
mas 7 vjetësh. Pra, kur i vonohet gjyqit kryeministrit të Shqipërisë, jo për fajt të gjyqtarit, duhet ta seroj, për shkak nga kesa në punë. Gjyqtarët kanë shumë punëse. Është paksu numri gjyqtarëve dhe ata kanë shku deri 2000 dosje. Atëherë neve duhet jemi deri te ky pikë e raportit. Evropianët duhet na thonë të vërtetën. Pse ka ndodhur kjo dhe si të marrim masat që të heqim këtë, sepse kjo ka sjellë një pasojë shumë të rëndë. Pra, i kanë lënë evropianët, kanë lënë qytetarët shqiptar me këtë reformë pa drejtësi. Sot nuk ka më drejtësi. Ka rënë sistemi, ka rënë në lockdown. Okej, ky është një problem shumë i madh. Dhe ky Karanja, ju thatë ka rënë sistemi. Si mund gjende një formulë, sepse qytetarët shqiptar, përfshirë dhe unë që jam gazetar, se në fund ditës qytetar jam, kam shumë pikë pyetje. Në një anë ne shikojmë që në këto sondazhe del që besueshmëria të institucionet e drejtësisë është rritur. Në anën tjetër, këto që thoni ju për problemet e drejtësisë dhe unë me njerëz të mi që takoj ose bisedoj janë mëse të vërteta. Çfarë zgjidhje ka kjo situatë? Sepse duket se jemi në një amulli dhe duket sikur nuk ka dritë në fund tunelit. Unë them që duhet marrë masa, shteti shqiptar duhet marrë masa, sepse ka rënë një sistem gjyqësor, sepse kemi thënë ose në një demokraci janë 3 pushtete, legislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori. Kur bin një gjyqësor, ka rënë gjyqësori në totalisht dhe kjo është duhet alarm kombëtar. Pra nuk është thjesht, domethënë duhet ngrihet shteti të marrë masa që ka përgjegjësi klasa politike në këtë pjesë zoti Karanja, sepse tani unë klasës politike nuk i vë faj. Po kush e ka fajin? Fajin e kanë ndërkombëtarët me reformën drejtësi. Ata persona duhet marrin përgjegjësi dhe faturat që i vinë shtetit shqiptar nga kjo reformë duhet i pagojë ndërkombëtarët. Ata duhet marrin masa, sepse dhe këto raporte që shfshehin çfarë është e vërtet në territorin e Republikës Shqipërisë, kjo për mua është e dyshimt. Pra se ky raport i bën nga specialistët dhe nga përfaqësuesit e BE-s që nuk thot të vërtetën, neve duhet ngremë zërin. Dhe ti si gazetar, dhe unë nuk ka lidhje. Unë si ish prokuror nuk ka lidhje fare. Kjo është çështje fakti. Po mirë, ata 140 deputet që votuan, nuk duhet mbajnë një përgjegjësi. Ata kanë përgjegjësi morale se u vënë rresht. Ata për herë të parë kanë cënu kushtetutën e Republikës Shqipërisë që nga 1912 që futën ndërkombëtarët në kushtetutë, se ne jemi vendi i pavarur. Pra neve si të shkojmë ne shqiptarët, shkojmë në një vend tjetër dhe thotë bëjmë kështu, neve këtu, neve kemi bën një amulli, pra ne kemi shkatruar një sistem dhe mu çam shqetëson. Shqetëson është se kur ndodh një diçka ndodh shumë bukur ka ndodhur. Këtu vazhdohet me këtë. Vazhdohet që jemi mirë. Pra kjo më kujton Pilo Peristerin, që rendimenti i lartë, puna ecën. Ndërkohë është krejt ndryshe. Tani te masa që duhen marrë, është ngritur një komision Xhafa, që ka qenë dhe më përpara. Duhet parë ke shumë magjistrat, shumë kuadrat për cilët shteti ka investuar në 10 vite që i kanë hequr në mënyrë të padrejtë. Ke magjistrat të cilët 10 vjetë që i kanë thonë që sot kanë dalë në pension që mund të jepnin shtetit, për shembull marr Bilbil Metën. Bilbil Meta ka dënuar autorët që kanë pas firmat piramidale. Ke Besim Teshnevën, Artan Bajramin, Fatos Qatën, ke edhe shumë tjerë. Ke njerëz që janë hequr kot se këto kanë dalë në pension, po i përmend, po ke edhe tjerë që janë hequr ndoshta për inatet personale për një antar të vettingut dhe janë hequr për i shtëpi. Këta njerëz duhet kthehen dhe duhet gjenden mënyra që t'i drejtohen punës, të merren profesionistët, sepse ka një diçka. Edhe një vendim gjykate duhet kemi parasysh. Nuk është se erdhëm këtu, është 4 metra kub pllaka, do i hypësh në kat 5. Do punë intelektuale. Pra si ta marrësh një profesionist, sepse duhet vite shteti. Pra kjo që ka ndodhur në Shqipëri, mund të them, është tradhti kombëtare. Pra të nxjerrësh një sistem jashtë loje dhe të mos është shumë e rëndë. Zoti Karanja, ju prekët komisionin Xhafaj, por para mos gaboj 7-8 muajsh, mos gaboj, ka pasur një përplasje të zotit Gonzato, i cili është drejtuesi i delegacionit Bashkimit Evropian, me zotin Xhafaj për këtë komision. Mund të ketë përsëri përplasje, sepse një anë tjetër ka zëra të cilët qarkullojnë që thonë komisioni Xhafaj po bëhet për kontrolluar SPAK, apo po bëhet kontrolloj GKK-on. Si qëndron e vërteta, ose të paktën çfarë informacione shkeni ju? Tani, nga informacionet që kemi, ka, sepse është komision, pra është në fazën e përgatitjes. Çdo institucion, kur bëhet ndryshohet një ligj, sepse të kemi parasysh ç'është ligji. Ligji është diçka që janë marrëdhënie shoqërore të më përparshme, të cilët duhen rrugulluar me ligj. Për shembull, dhe më përpara një veprim ose mos veprim nuk dënohet kur është
e rrezikshme për shoqërinë dhe ligji. Dhe në rastin konkret, duhet parë problematika. Çfarë problemi ka, ku qëndron? Tani, a ka problematika që duhet ndërhy? Tani i bëjmë pyetje zoti Gonzatës, i bëjmë një pyetje. Pse ka zgjat gjyqi kryeministrit Shqipërisë 7 vjet, ose pse shqiptarët s'kan më drejtësi? A duhen marr masa këto? Sepse ne s'kemi më drejtësi. Tashi, a do japim shqiptarëve drejtësi? Se ne shqiptarëve sot nuk ka më drejtësi, se këtu është e keqja. Pra, së është e drejta e familjes, kur janë detyrimet midis bashkëshortëve, që i drejtojnë gjykatës, një gjyq për zgjidhje martesës gjatë 6 vjet, ke gjyqje për drejtën e pronësisë, ke gjyqje për drejtat të tjera reale, ke gjyqje për drejtën e autorit e copyrightit e pa çështjet penale. Pra këtu ka rënë, ne duhet marrim masa të menjëhershme theksoj, që të merren pse ka arrit kjo punë, para duhet evidentimi kësaj pune. Duhet bën një transparent sa para janë hedhur për reformën në drejtësi dhe ku kanë shku këto para, sepse sot na rezulton që nuk është bërë asnjë lloj investimi fizik. Për shembull, është drejtësi e re, ku janë ndërtesat e reja? Sot gjykata e apelit që ka mbledhur gjithë Shqipërinë është kushte mizerabël. Prokuroria e Tiranës nuk ka ku të vërë dosjet. Gjykata e Tiranës është e mbytur.